Maroku, hija e së djathtës amerikane dhe pista izraelite. Kriza në kufirin jugor të Europës ka marrë për masa tragjike, të paktën 57 të vdekur, ndërsa pyetja që po trazon Madridin dhe Brukselin mbetet e njëjtë. Kush përfitoi nga kaosi në Ceuta? Pamjet nga Ceuta nuk përfaqësojnë thjesht një krizë migratore. Ato tregojnë se sa lehtë mund të kthehet dëshpërimi njerëzor në instrument presioni politik dhe sa i brisht mbetet kufiri jugor i Bashkimit Evropian. Më 30 korrik 2026, dhjetra mijëra persona në shumicë të rinj maroken kaluan ose tentuan të kalonin nga territori i Marokut drejt enklavës spanjolle. Shkalla e lëvizjes ishte e paprecedent. Autoritetet lokale dhe forcat spanjolle u mbingarkuan, ndërsa pjesa më e madhe e të ardhurve u kthye më pas në Marok. Shifrat ndryshojnë sipas burimeve, por raportimet më të besueshme flasin për rreth 50.000 deri në 60.000 hyrje ose tentativa brenda një kohe shumë të shkurtër, përtej përplasjes politike dhe dyshimeve mbi aktorët që mund të kenë instrumentalizuar krizën. Ceuta mbetet para së gjithash një tragjedi njerëzore. Sipas bilancit të konfirmuar nga qeveria spanjolle më 31 korrik, të paktën 57 persona humbën jetën gjatë kalimeve kaotike në kufirin mes Marokut dhe enklavës spanjolle. Numri i viktimave dëshmon çmimin e rënd të një krize ku dëshpërimi i mira njerëzve u përplas me interesat politike, trafikantët dhe lojrat gjeopolitike. Pyetja që trondit Madridin dhe Brukselin është: si mundën kaq shumë njerëz të arrinin njëkohësisht në një kufi të mbikëqyrur nga dy shtete? Përgjigjja nuk është një teori e vetme. Kriza duket se është prodhuar nga ndërthurja e disa faktorëve: dëshpërimi ekonomik, mobilizimi në rrjetet sociale, aktiviteti i trafikantëve, keq interpretimi i një vendimi gjyqësor spanjoll dhe mbi të gjitha, sjellja e paqartë e aparatit kufitar maroken. Hipoteza e parë: trafikantët dhe dritarja ligjore. Qeveria spanjolle ka mbrojtur publikisht tezën se rrjetet e trafikimit shfrytzuan një vendim gjyqësor për të përhapur idenë se personat që mbërritën në Ceuta nga deti nuk mund të ktheheshin menjëherë. Ministria e Brendshme deklaroi se organizatat kriminale po instrumentalizonin vendimin për të nxitur kalimet, kryesisht mes të rinjve. Kjo hipotezë është e besueshme për të shpjeguar mënyrën e mobilizimit. Raportimet tregojnë se prej muajsh në rrjetet sociale qarkullonin udhëzime, video, itinerare dhe pretendime të rreme se hyrja në Ceuta do të hapte automatikisht rrugën drejt Spanjës kontinentale. Disa persona kishin marrë dhe mësime noti dhe ishin përgatitur për kalimin. Por trafikantët mund të organizojnë turmën, ama ata nuk e kontrollojnë dot kufirin maroken. Kjo është arsyeja pse kjo pistë nuk e mbyll çështjen. Hipoteza e dytë: Maroku e përdori migracionin si levë. Pista më e fortë të çon në Rabat. Maroku fillimisht u shfaq pasiv përballë lëvizjes masive dhe ndërhyri me shumë vonesë. Edhe pse qeveritë e Spanjës dhe Marokut kanë theksuar bashkëpunimin dhe kanë fajsuar trafikantët, shkalla e operacionit e bën të vështirë të besohet se autoritetet marokene nuk kishin ndjeni paraprake për një mobilizim kaq të madh. El País raportoi se pasiviteti fillestar i forcave marokene lejoi kalimin e dhjetra mijëra personave përpara se Rabati të urdhëronte ndalimin e eksodit. Precedenti i vitit 2021 është vendimtar. Atëherë mijëra njerëz hynë në Ceuta pasi Maroku zbuti kontrollin kufitar gjatë një konflikti diplomatik me Spanjën për Saharan perëndimore. Studiues dhe qendra evropiane e kanë përshkruar atë episod si shembull të migracionit të instrumentalizuar ose të përdorimit të lëvizjeve migratore si presion shtetëror. Në krizën e re, një motiv i mundshëm është afrimi i Madridit me Algjerin, rivalja strategjike e Marokut dhe mbështetësja kryesore e frontit Polisario. Vizitat dhe sinjalet e bashkëpunimit spanjollo-algjerian mund të jenë interpretuar në Rabat si rrezik për pozicionin e tij mbi Saharan perëndimore. Kjo mbetet hipotezë, por mbështetet nga historia e marrëdhënieve mes tri vendeve dhe është përmendur nga analiza ndërkombëtare të krizës. Maroku ka gjithashtu një interes afatgjat territorial. Rabati nuk e njeh sovranitetin spanjoll mbi Ceutën dhe Melilën. Një krizë e kontrolluar në kufi i kujton Madridit dhe Evropës se stabiliteti i enklavave varet në masë të madhe nga bashkëpunimi maroken. Nuk ka ende prova publike për një urdhër të drejt për drejt të pallatit mbretëror apo të qeverisë marokene. Por ndër të gjitha hipotezat, ideja se Rabati lejoi përkohësisht presionin është më e mbështetura nga precedenti historik dhe nga dinamika konkrete e kufirit. Hipoteza e tretë: dora e së djathtës amerikane. Këtu terreni bëhet më i rrëshqitshëm. Sipas raportimit të Corriere della Sera, kongresmeni republikan Mario Diaz-Balart, një i afërt me Donald Trumpin, mbështeti në Komisionin e Ndarjeve Buxhetore një dokument që kombinonte dy element: mbështetje politike për pretendimet marokene mbi Ceutën dhe Melillën dhe rreth $40 milion financime për Marokun, të ndara mes programeve të sigurisë dhe financimit ushtarak. Ky është një fakt politik domethënës. Ai tregon se një pjesë e djathtës amerikane është e gatshme ta shohë Marokun si partner strategjik, edhe kur interesat e tij përplasen me ato të Spanjës, një aleate e NATO-s.
Marrëdhënia mes administratës Trump dhe qeverisë së Pedro Sanchezit është gjithashtu e tensionuar. Politikanët së djathtës amerikane e kanë përdorur krizën për të sulmuar politikat spanjolle të emigracionit dhe për të paraqitur Ceutën si paralajmërim për Evropën. Associated Press ka verifikuar se disa prej pretendimeve në këtë debat përfshir idenë se amnistia spanjolle u garantonte status të ardhurëve të rinj ishin të pasakta, sepse masa zbatoi vetëm për persona që ndodheshin më herët në Spanjë dhe plotësonin kushtet të caktuara. Por financimi politik dhe përputhja e interesave nuk janë provë operacionale. Nuk ekziston deri tani asnjë dokument publik, komunikimi verifikuar apo dëshmi që tregon se republikanët amerikanë urdhëruan, financuan apo koordinuan kalimin masiv në Ceuta. Prandaj formula e saktë nuk është e djathta amerikane organizoj krizën. Formula e saktë është se kriza i shërben narrativës së saj politike dhe se disa eksponentë republikan kanë mbështetur njëkohësisht agjendën territoriale dhe ushtarake të Marokut. Ky është konflikt interesi dhe konvergjencë strategjike, jo ende provë komploti. Hipoteza e katërt, Izraeli dhe hakmarrja ndaj Spanjës. Pista izraelite lind nga 3 elemente reale. Së pari, Maroku dhe Izraeli kanë ndërtuar një partneritet të thellë sigurie ushtarake dhe diplomatike pas normalizimit të marrëdhënieve. Së dyti, marrëdhëniet mes Izraelit dhe qeverisë së Sanchezit janë përkeqësuar ndjeshëm për shkak të Gazës, njojës spanjolle të Palestinës dhe masave të Madridit ndaj eksporteve të armëve. Së treti, përfaqësues izraelite kanë përdorur menjëherë krizën për të akuzuar Spanjën për standarde të dyfishta dhe për t'i kujtuar kontrollin e saj mbi Ceutën dhe Melillën. Këto zhvillime tregojnë se Izraeli ka interes politik ta shfrytëzojë krizën për të dobësuar pozitën morale dhe diplomatike të Madridit, por shfrytëzim nuk do të thotë organizim. Nuk ka prova publike që shërbimet izraelite, qeveria apo strukturat e saj të sigurisë të kenë ndihmuar në nxitjen e kalimeve. Teza se Izraeli e orkestroi krizën si hakmarrje për qëndrimin e Spanjës mbi Gazën dhe Iranin është klasifikuar nga verifikuesit ndërkombëtar si pretendimi pa mbështetur. Ekziston megjithatë një zonë që meriton vëmendje: bashkëpunimi i ngushtë izraelito-maroken në inteligjencë dhe mbrojtje. Ky raport mund të bëjë Izraelin një përfitues indirekt të presionit mbi Spanjën dhe një aleat politik të Rabatit, por pa prova të tjera për fshirje operative e Izraelit, duhet trajtuar si hipoteza më e dobët e analizës. Të thuar se Izraeli përfiton nga kriza është analizë politike. Të thuar se Izraeli e krijoi krizën do të ishte një akuzë pa mbështetur. Hipoteza e pestë, një shpërthim real shoqëror, jo vetëm komplot. Ekziston edhe mundësia që kërkimi për një dorë të fshehtë të na bëjë të nënvlerësojmë shkaqet sociale. Shumë prej personave që u nisën drejt Ceutës ishin të rinj maroken të prekur nga papunësia, mungesa e perspektivës dhe bindja se jeta në Evropë është e vetmja rrugdalje. Mobilizimet të ngjashme, edhe pse shumë më të vogla, ishin shfaqur në kufi gjatë viteve të mëparshme dhe ishin ushqyer nga TikToku, Telegrami dhe rrjetet të tjera. Kjo do të thotë se askujt nuk i duhej ta fillonte nga zero. Mjafton një thashëthem bindës, një dobësim i përkohshëm i kontrollit dhe bindja se kufiri ishte hapur. Pikërisht këtu qëndron mekanizmi i migracionit si armë hibride. Shteti nuk ka nevojë të detyrojë njerëzit të lëvizin. Ai mund të lejojë që dëshpërimi ekzistues të kalojë për disa orë përmes portës së kufirit. Kush përfitoi nga Ceuta? Maroku fitoi një argument ndaj Spanjës dhe Bashkimit Evropian. Ai demonstroi se pa bashkëpunimin e Rabatit, kufiri jugor evropian mund të shembet brenda pak orësh. E djathta amerikane fiton një skenë perfekte për narrativën e saj kundër emigracionit dhe kundër qeverive progresiste evropiane. Partitë e djathta dhe populiste në Evropë fitojnë argumente për kontrolle më të forta kufitare, mbyllje dhe masa kundër lëvizjes së lirë. Izraeli fiton një mundësi për të sulmuar kredibilitetin e Spanjës, duke akuzuar Madridin se denoncon pushtimin dhe kufit në lindjen e mesme, ndërsa mbron me ushtri territoret e veta në Afrikën e Veriut. Trafikantët fitojnë para dhe ndikim duke përdorur dezinformimin, ndërsa humbësit mbeten të njëjtët, njerëzit e përdorur si mas presioni, qytetarët e Ceutës, Spanja dhe një Evropë që vazhdon t'ia delegojë sigurinë e kufive regjimeve dhe partnerëve të jashtëm. Si përfundim, deri tani nuk ka prova për një operacion të përbashkët të Marokut, së djathtës amerikane dhe Izraelit. Ka megjithatë një varg interesash që përputhen. Maroku kishte kapacitetin më të drejt për ta ndalur ose lejuar fluksin. Trafikantët dhe rrjetet sociale krijuan mekanizmin e mobilizimit. Varfëria dhe mungesa e perspektivës siguruan masën njerëzore. E djathta amerikane dhe qeveria izraelite përfituan politikisht nga dobësimi i Pedro Sanchezit. Prandaj pyetja kush fshihet pas krizës mund të jetë tepër e thjeshtë. Ndoshta pas Ceutës nuk qëndron një qendër e vetme komanduese, por një zinxhir aktorësh që kishin arsye të ndryshme për ta lejuar, shfrytzuar ose instrumentalizuar shpërthimin. Përgjegjësia kryesore politike bie mbi atë që kontrollonte portën, dhe porta është në Marok.